Mickoski thot se për ekstradimin e Gruevskit nuk do të ketë standarde të dy fishta, Filipçe pesimist. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti rikujton Goce Delçevin me plistë të bardhë. Çdo i pesti qytetar në Republikën e Maqedonisë së Veriut jeton nën pragun e varfërisë, më të prekurit janë familjet me shumë fëmijë. Shtohen mashtruesit, MPB apel për kujdes nga porositë e rrejshme për dënime. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Hristian Mickoski përsëriti se nuk do të ketë standarde të dy fishta dhe se çdo qytetar që përballet me organet e drejtësisë ka të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe ligj. Kjo deklaratë e Mickoskit vjen pas akuzave të ish kryeministrit Nikola Gruevski drejtuar ministrit të drejtësisë Igor Filkov. Ndërkaq, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe nuk pret që qeveria aktuale që të kërkoj ekstradimin e Gruevskit, pasi sipas tij kjo qeveri nuk është serioze. Pasi një ditë më herët, ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, i cili ndodhet në Arati në Hungari, reagoi përmes rrjetit social Facebook ndaj ministrit të drejtësisë Igor Filkov, duke shprehur pakënaqësi për mënyrën se si po trajtohet rasti i tij dhe për përpjekjet e përnisjen e procedurave të ekstradimit. Sot kanë reaguar edhe krerët politik në vend. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qëndrimi i qeverisë për sundimin e ligjit mbetet i pandryshuar, duke theksuar se nuk do të ketë standarde të dy fishta. Sipas tij, çdo person që përballet me organet e drejtësisë gëzon të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe ligj, ndërsa institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore. Qëndrimi im është i njëjtë si para disa javësh dhe mbetet i pandryshuar. Nuk kemi standarde të dy fishta, çdo qytetar do të përballet me organet e drejtësisë, ka të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe ligj, institucionet do të veprojnë në përputhje me procedurat ligjore dhe në funksion të sundimit të ligjit. Ndërkaq, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe nuk pret që qeveria aktuale të kërkojë ekstradimin e Gruevskit, pasi sipas tij kjo qeveri nuk është serioze. Unë pres sikurse çdo shtet serioz, por fatkeqësisht kësaj lloj qeverie nuk mundet të bëhet serioze dhe të udhëheqë shtet serioz, dhe këtë e shohim çdo ditë. Qytetarët e ndjejnë, të veprohet ashtu siç duhet, të kërkojë ekstradim, sidomos pas deklaratës së kryeministrit hungarez që kriminal të arratisur nuk do t'i mbaj, që është shembull se si kthehet demokracia në shtet. Shembull, Europa e pranon atë, e atë duhet ta bëjë qeveria. Në lidhje me rastin e Nikola Gruevskit kanë reaguar edhe nga Ministria e Drejtësisë, nga ku njoftojnë se po ndërmerren të gjitha hapat në përputhje me ligjin dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Sipas tyre, procedurat të zhvillohen në mënyrë institucionale dhe në bashkëpunim me autoritetet e Hungarisë, pa ndikim nga deklaratat politike. Kryeministri Hristian Mickoski nuk pret ndryshim në marrëdhëniet me Bullgarinë, edhe pse thot se janë të gatshëm për reforma. Ndërkohë, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe i kundërpërgjigjet Mickoskit duke i thënë se për 2 vite nuk ka bërë asgjë, ndërsa tani flet për reforma. Kryeministri Hristian Mickoski nuk pret ndryshim në marrëdhënie dhe atmosferën midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Sipas tij, atmosfera midis dy vendeve do të bëhet edhe më nxehtë sepse siç tha ai, në vendin ton ende ka struktura politike dhe shoqërore që janë të gatshme të gjunjëzohen para autoriteteve bullgare dhe të jenë indibut i politikës së jashtme maqedonase. Derisa kemi struktura politike dhe forca shoqërore, unë nuk pres ndryshim të raportit me fqiun lindor. Ne si qeveri jemi gjithnjë të gatshëm dhe sigurisht që jemi të gatshëm të pranojmë ato argumente që mbizotrojnë ashtu si shpresim që pala kundërshtare, të pranojë argumentet tona nëse ato mbizotrojnë. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe i kundërpërgjigjet Mickoski duke i thënë se për 2 vite nuk ka bërë asgjë, ndërsa tani flet për reforma. Ja, Hristian Mickoski paralajmëroi se në qershor do të bëjmë progres. Çfarë progresi do të bëjmë? Ai nuk ka bërë asgjë për 2 vite.
tani do t'i zbatojë të gjitha reformat deri në fund të qershorit. A do t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese? A e keni pyetur nëse do t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të jemi vërtet, siç thot ai, krah për krah me malin e zi, sepse është e qartë se çfarë duhet bërë. Filip qështoi se përparimi i vendit është i qartë. Realizimi i ndryshimeve kushtetuese janë kyçe për vazhdimin e procesit eurointegrues të shtetit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është rikthyer tezës së tij se Goce Delçevi mbante plisë të bardhë. Duke e përkujtuar për vjetorin e vdekjes së tij, Ahmeti ka ndarë edhe një foto ku pretendon se aty shfaqet Delçevi me plisë të bardhë. Plisi i bardhë, Arnaut me shall të zi, mbështjell për rreth, e mbulonte jo aq shumë kokën, ka cituar ai, një pjesë të përshkrimit të figurës së Delçevit nga ana e biografit të tij, Pejo Javorov. Debatit për përkatësinë e figurës historike të Goce Delçevit i është thuar një element i ri, përderisa mosmarrveshjet midis popullit maqedonas dhe atij bullgar rreth asaj se cilit i takon kjo figurë po thellohen gjithnjë e më shumë, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është rikthyer tezës së tij se Delçevi mbante plisë të bardhë që është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Duke përkujtuar për vjetorin e vdekjes së tij, Ahmeti ka publikuar në Facebook një shkrim të cilit ja ka bashkangjitur një fotografi për të cilën pretendon se aty shfaqet Delçevi me plisë të bardhë, ndërsa ka ndarë edhe një shkoputje të përshkrimit të figurës së Delçevit nga ana e biografit të tij Pejo Javorov. Plisi i bardhë Arnaut me shall të zi, i mbështjell për rreth, e mbulonte jo aq shumë kokën, palltoja përhim prej shajaku, tyrqet e përhimte prej shajaku dhe çashiret me ngjyrë are të përveshura deri në gjunë në opingat e shtrënguara, i shuante format e drejta të një figure mesatare, qepeja e përhimte mbyllur, e veshur vetëm në krahun e majt, gjysmë ngjeshur dhe tërhequr deri në gjysmën në të djathtë, i jepte veçmas bukuri hyjnore gjithë shfaqjes së krenarisë, me kam, revolver dhe brezorën në fishek në bel, me maliherin e hedhur mbi supë, gocja i ngjante një perëndie kaçake. Ahmeti ka thënë se Delçevi ishte revolucionar i njohur, jeta dhe vepra e të cilit do të duhej të ishin mësim edhe për klasën e sotme politike. Unë e kuptoj botën si një garë të kulturuar mes popujve. Ishte deviza e Delçevit, ka thënë Ahmeti. Kjo nuk është hera e parë që Ahmeti bën pretendime të këtilla. Në vitin 2020, gjatë një tubimi partijak, pa deklaruar se Delçevi bashkëpunonte me patriotët shqiptar dhe mbante fjalën para tyre me plisë të bardhë. Kujtojmë se Goce Delçev konsiderohet si një ndër heronjtë më të mëdhenj të kombit maqedonas. Ai ka marrë pjesë në lëvizjen maqedonase revolucionare, ndërsa mbetet udhëheqësi më i shquar i organizatës revolucionare maqedonase, të cilën VMRO-DPMN-ja e sotme e konsideron si pasardhëse ideologjike të saj. Në historinë e sotme të Maqedonisë, Delçevi konsiderohet si apostull dhe zemra e Maqedonisë revolucionare, ideolog, organizator dhe udhëheqës i lëvizjes revolucionare maqedonase nacionale çlirimtare në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Nga ana tjetër edhe Bullgaria e konsideron Delçevin si një figurë të rëndësishme revolucionare bullgare dhe pikërisht mosmarrveshjes rreth figurës së tij dhe mosmarrveshjet e tjera kanë krijuar kontest mes dy shteteve, i cili ka bllokuar rrugën evropiane të vendit. Ish ministri i punëve të brendshme Mitko Çavkov nga sot është i lirë pasi është liruar me kusht nga burgu në Shtyp. Çavkov, i cili po vuante dënimin në burgun e Shtypit, e ka lënë objektin sot në mëngjes rreth orës 10. Ai ishte një nga të dënuarit për ngjarjet e kuvendit me 27 prill 2017. Për këtë vepër, Çavkov fillimisht ishte i dënuar me 18 vjet burg nën akuzën për rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë. Shkalla e varfërisë në Maqedoninë e Veriut është 21.9%, që do të thotë mbi 1/5 e popullsisë jeton nën pragun e varfërisë. Të dhënat e entit të statistikave tregojnë se më të prekurit janë familjet me shumë fëmijë, 54.8%, dhe prindërit e vetëm, 45.8%. Fëmijët deri në 17 vjeç janë më të rrezikuarit, ndërsa të të moshuarit mbi 65 vjeç, varfëria është 20.1%.
Të dhënat e ende shtetërore të statistikave tregojnë se shkalla e varfërisë në mashininë e veriut është 21.9%. Kjo do të thosë se më shumë se 1/5 e popullsisë jeton me të ardhura që janë nën pragun e përcaktuar të varfërisë, i cili është 60% e të ardhurës së mesatare ekuivalente në vend. Sipas llogaritjeve zyrtare, pragu i varfërisë për një familje me një antar është përcaktuar në 178.286 denar në vit për një familje me 4 antar e përbërë nga 2 të rritur dhe 2 fëmijë në moshën 14 vjeç. Ky prag është 374.400 denar në vit. Statistikat tregojnë se nëse përjashton transfertet sociale dhe pensionet nga të ardhurat e qytetarëve, shkalla e varfërisë në vend do të rritë në 39.4%. Më kritike është gjendja te familjet me shumë antar dhe te prindërit e vetëm. Te familjet me 2 të rritur dhe 3 ose më shumë fëmijë, shkalla e varfërisë arrin në 54.8%, që do të thotë se çdo familje e dytë e këtij lloji përballet me probleme ekzistenciale. E ngjashme është gjendja edhe te prindërit e vetëm, ku përqindja e të varfërve është 45.8%. Analiza sipas aktivitetit ekonomik tregon se personat e papunë janë në rrezikun më të lartë, me një shkallë prej 45.7%. Te personat e punësuar kjo shkallë është dukshëm më e ulët, 7.9%, ndërsa te pensionistët varfëria është e pranishme te 12% e kësaj kategorie qytetarësh. Sipas moshës, fëmijët edhe të rinjtë deri në 17 vjeç janë më të rrezikuarit, me një shkallë varfërie prej 29.5%, te popullsia mbi 65 vjeç, kjo përqindje është 20.1%. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për një rritje të rasteve të mashtrimeve përmes mesazheve telefonike ku qytetarëve u kërkohet pagesë për gjoja shkelje në komunikacion. Sipas njoftimit, persona të panjohur përmes një numri të huaj telefonik u dërgojnë qytetarëve mesazhe në gjuhën maqedonase duke pretenduar se kanë kryer kundërvajtje në trafik dhe duke u kërkuar pagesë përmes kartelave bankare në një faqe të rreme që imiton faqen zyrtare të MPB-s. Mashtrimi funksionon në atë mënyrë që pasi qytetarët klikojnë në linkun e dërguar, ridrejtohen në një faqe të falsifikuar ku kërkohet të fusin targat e automjetit. Më pas, u shfaqet një dritare ku pretendohet se kanë një shkelje dhe u kërkohet pagesa prej 1.500 denarëve. Autoritetet këshillojnë qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të mos u besojnë mesazheve që vijnë nga burime të panjohura apo faqe jo zyrtare, si dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare pasi ato mund të keq përdorën. Nga sektori për krim kompjuterik bëjnë thirrje që të mos hapen linke apo dokumente të dëshimta nga dërgues të panjohur në mënyrë që të shmangen mashtrime të tilla. Komuna e Çajirit ka nisur një aksion për largimin e makinave të prishura që kanë zënë vend parkingjet me vite. Së pari u ka lënë hapësirë pronarëve të tyre që t'i largojnë vetë, ndërsa automjetet e mbetura do të nisë t'i largojë komuna brenda javës. Problemi me mungesën e vend parkimeve është një nga problemet më të mëdha me të cilat përballet ndër vite komuna e Çajirit. Situatën e vështirësojnë edhe më shumë veturat e braktisura, të cilat me vite nuk lëvizin nga vendi dhe praktikisht e rëndojnë edhe më shumë gjendjen veç më të vështirësuar në çdo cep të komunës. Për të liruar parkingjet e bllokuara, komuna e Çajirit ka filluar aksion duke u lënë hapësirë pronarëve të veturave të braktisura t'i largojnë ato. Në të kundërtën, të njëjta do të largohen nga ana e autoriteteve. Për këtë aksion nga komuna e Çajirit për televizionin Shenja thonë se ende nuk ka filluar faza e largimit të automjeteve, duke u lënë hapësirë shtesë pronarëve që të largojnë të njëjtat. Megjithatë, njoftojnë se brenda javës aksioni për largimin e tyre do të fillojë. Në ditët në vijim, komuna do të fillojë me aksionin për grumbullimin e automjeteve të braktisura në përputhje me procedurat e parapara. Opinioni do të informohet në vazhdim për rezultatet konkrete, përfshirë numrin e automjeteve të larguara dhe vend parkimeve të liruara. Edhe pse nga komuna nuk tregojnë shifra konkrete, informacionet jo zyrtare flasin se pas përfundimit të këtij aksioni, në Çajir pritet të lirohen afërsisht 200 vend parkime, të cilat aktualisht janë të bllokuara nga veturat e braktisura e të lënë në harresë. Një i punësuar në qendrën për punë dhe politikë sociale në Tetov ka transferuar në mënyrë të paligjshme rreth 156.000 denar në llogarinë e një personi tjetër. Ndaj të dyve është ngritur kallëzim penal.
Sektori i punëve të brendshme Tetov ka ngritur kallëzim penal kundër 2 personave nga fshati Përshovc i Tetovës për shkak të dyshimeve se kanë kryer veprën penale, keqpërdorimi detyrës dhe autoritetit zyrtar. MPB sqaroi se i dyshuari i parë 42 vjeçari me inicialet I.E, duke punuar si operator i futjes së të dhënave në qendrën për punë sociale të Tetovës. Më datë 2 qershor 2022 dhe 5 tetor 2022 ka lëshuar mjete të paligjshme në shumë totale prej 155.500 denarësh. Në emër të denoncuarit të dytë, 31 vjeçarit me iniciale J.E. MPB sqaron se ato mjete i dedikoheshin një personi tjetër në bazë të vendimit për ushtrimin e së drejtës për pension social. I denoncuari i dytë ja ka dhënë në dispozicion të dhënat e tij personale, përkatësisht llogarinë e tij të transaksionit të denoncuarit të parë me qëllim që të fitojë në mënyrë të kundërligjshme mjete financiare në shumë totale prej 155.500 denarësh. MPB po ashtu ka theksuar se i denoncuari i parë ka qenë i lidhur në mënyrë të paligjshme me llogarinë e transaksionit të denoncuarit të dytë, me qëllim që të kryet pagesë e paligjshme. Një zjarr shpërtheu sot në mesditë në komunën e Shutorizarës duke ngritur një rrjet të madhe tymi. Flakët përfshin një objekt ku bëhet grumbullimi dhe riciklimi i metaleve, ndërsa brigada e zjarrfikësve të qytetit të Shkupit ndërhyri në vendngjarje me 2 automjete zjarrfikëse dhe e lokalizuan zjarrin. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në zonën e Vizbekut në ACD Metal Group. Deri më tani nuk ka të lënduar, ndërkaq që autoritetet janë këtu dhe po ndërmarrin masa për parandalimin e zjarrit. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që në këtë zonë ka pasur zjarr. Rasti i sotëm i zjarrit në një objekt industrial në Vizbek vjen në një zonë që nuk është e panjohur për situata të tilla. Vetëm pak metra më larg, edhe më herët ka ndodhur një zjarr po në këtë zonë. Ndërkohë, sot flakët kanë përfshirë një objekt ku bëhet grumbullimi dhe reciklimi i metaleve, duke shkaktuar tym të dendur, nga ku është përhapur në një pjesë të konsiderueshme të zonës. Ndërkaq, për situatën e zjarrit dhe masat që po ndërmerren në terren, përfshirë edhe koordinimin e shërbimeve emergjente, ka sqaruar më shumë drejtori i qendrës për menaxhimin e krizave, Muhamet Ali. Sot janë ora 12 në numrin urgjent, 112 kemi marrë një thirrje për zjarr këtu në Shutk. Më njerë informuam të gjitha institucionet kompetente, zakëfisët qytetit të Shkupit, ku këtu janë nga momenti i parë i zjarrit. Gjithashtu nga qyteti i Shkupit është kërku edhe intervenim nga ajri, ku kemi bërë kërkesë të gjitha institucionet kompetente për shkak të kushteve dhe të timit shumë të madh, nuk mund të helikopteret momentalisht të intervenojnë, se nuk ka pamje. Për të lëndum, momentalisht nuk ka informacione se ka një të lëndum. Situata ka shkaktuar shqetësim në rrethin, ndërsa ekipet e zjarrfikësve janë në terren dhe po punojnë për ta lokalizuar dhe shuar plotësisht zjarrin, në mënyrë që të parandalohet përhapja e tij në objektet përreth. Propozimi i Ministrisë të Shëndetësisë për mbrojtje nga duhani ndeshet me rezistencë dhe kundërshtim nga industria e duhanit. Sipas industrisë, kufizimet e tepërta në tregun legal mund të shtyjnë konsumatorët drejt kanaleve të paligjshme ku produktet nuk kontrollohen dhe nuk tatohen. Një nga shqetësimet më të mëdha sipas tyre lidhet me mundësinë e rritjes së tregtisë ilegale. Problematike për këtë industri mbetet edhe ndalimi produkteve me aroma dhe shije, i cili sipas tyre mund të nxjisë kërkesën për produkte të paligjshme dhe të rikthejë konsumatorët drejt cigareve tradicionale më të dëmshme. Kombet evropiane kanë marrë mesazhin nga presidenti SBA-s Donald Trump dhe tani po sigurohen që marrëveshjet mbi të cilën do të përdoren bazat ushtarake po zbatohen, ka thënë të hënën sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte.
Trump ka akuzuar disa vendet e NATO-s se nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbështetur Shtetet e Bashkuara në luftën kundër Iranit. Në një shenjë të mëtejshme të pakënaqësisë së tij me aleatët evropian, SBA ka njoftuar të premtën planet për të tërhequr 5.000 trupa nga Gjermania. Spanja, antare e NATO-s, ka deklaruar se bazat ushtarake në territorin e saj nuk mund të përdoren për luftën me Iranin. Por Rutte ka thënë se vendet e tjera të NATO-s si Malizi, Kroacia, Rumania, Portugalia, Greqia, Italia, Britania, Franca dhe Gjermania po zbatojnë kërkesat për përdorimin e bazave dhe mbështetje tjetër logjistike. Presidenti francez Emmanuel Macron përshëndeti të hënën ndihmën e njoftuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump për anijet e bllokuara në ngushticën e Hormuzit, por përjashtoi pjesëmarrjen franceze. Ne nuk do të marrim pjesë në asnjë operacion të dhunshëm, veçanërisht pasi korniza për këtë më duket e qartë, tha Macron në Yerevan në samitin e 8 të Komunitetit Politik Evropian. Në udhëheqjen e Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar është të formuar një koalicion ndërkombëtar për një vendosje detare neutrale në ngushticë pas përfundimit të luftimeve. Të dielën presidenti i SBA-s Donald Trump tha se SBA-t do të ndihmon anijet të cilat janë bllokuar në ngushticën e Hormuzit të dilnin nga rruga kryesore ujore. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë.